Kalaja e Ulqinit vlerësohet ndër monumentet më të bukura të trashëgimisë kulturore, jo vetëm në rajon, por dhe në Adriatik, ku pjesët më të vjetra të mbetura nga bedenat e saj datojnë që nga koha ilire. Njohësit e trashëgimisë kulturore shprehin shqetësimin që ky objekt një rëndësie të veçantë kulturore ende nuk është përfshirë në listën e objekteve kulturore të mbrojtura nga UNESCO. Korespondenti i Zërit të Amerikës Ali Salaj përgatiti kronikën. Kalaja e Ulqinit është një tërësi urbanistike dhe arkitektonike ndër më të veçantat në Adriatik. Është një qytet antik me rrugë mesjetare të ngushta dhe piktoreske, shtëpi 2-3 kashe prej gure të ngjitura njëra me tjetrën, të mbuluara me elemente dekorative. Pjesët më të vjetra të mbetura nga bedemet e kalas datojnë nga koha ilire. Njohësit e mirë të trashëgimisë kulturore cilësojnë ndër objektet më të bukura në këto hapësira. Kalaja e Ulqinit është një ndër kalat më të vjetra në Mesdhe. Sipas plinit plakut e daton 2500 vjet para erës son, dëshmojnë për të muret ciklopo ilire greko i thomna, pasi që grekët e kanë njohur gurin dhe kanë punuar për ilir. Përndryshe kalaja ka kaluar për periudha të ndryshme prej asaj kohë të vjetra për ilirëve, ku qyteti jonë është quajtur Kolhidium sipas kolhidëve. Ka një histori gjatë, domethënë një histori 25 shekullore që është e evidentuar si ka ekzistuar si qytet, dhe po ashtu ka një histori tjetër e cila është shumë e famshme, sepse është një qytet bregdetar, ka pas lidhje tregtare me shumë qytete tjera bregdetare, kështu që ka qenë një qytet ku ka ndodhur edhe gërshetimi i dy kulturave, saj perëndimore dhe lindore. Edhe pse Kalaja e Ulqinit është objekt e një rëndësie të veçantë kulturore, megjithatë ajo nuk u përfshi në listën e tërësive kulturore të mbrojtura nga UNESCO. Kjo ndodhi pasi në Kala po bëhen ndërtime që janë në kundërshtim me parimet e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Por është faktori njerëzor i cili këto 50 vitet e fundit ka ndikuar për keq, dhe kështu që në shumë pika ajo nuk e meriton tani për tani. Duke mos respektuar nenin 48 e 49 të endit republikan për mbrojtje të monumenteve të kulturës nga Cetinat, i cili precis tregon se çka lypet dhe si lypet mundur në kalan tonë. Në këtë kuadër, Ministria e Kulturës së Malit të Zi dhe Komuna e Ulqinit kanë paralajmëruar fillimin e një sër aktivitetesh në valorizimin e kësaj trashëgimie kulturore, duke nënkuptuar përmbushjen e obligimeve për të regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.